Dhe do të kemi tani 2 rubrika në vazhdim njëra pas tjetrës, të cilat do të na çojnë në 2 destinacione të ndryshme. I pari është në Korçë, i dyti është në fakt Kelmendi. Kelmendi i Shqipërisë ka ardhur sot në studion e programit Mirëmëngjes Shqipëri. Do ta kemi pas pak çastesh, por menjëherë uroj mirëseardhjen virtualisht në program nga Korça zonjës Blerta Belliu, drejtoreshe e Qendrës Kulturore Vën Gjushmio, për festivalin e bandave frymore. Mirëmëngjes Blerta, mirë se na u bashkove sot. Mirëmëngjes. Shumë më kënaqësi që do të jemi bashkë në minutat në vazhdim për të na treguar ç'është ky festival. Pse bandat frymore vinë në këtë festival dhe çfarë risie sjellin? Faleminderit. Në fakt ky është edicioni i dytë i këtij festivali, për ne shumë i rëndësishëm, sepse ndoshta është nga festivalet e vetme në Shqipëri që mbahet, festivali i bandave frymore. Ne do të jemi për 2 net, është edicioni i dytë ky vit, që do të kemi të ftuara banda nga vende të tjera, por dhe nga banda nga Korça dhe nga gjithë Shqipëria. Ndërkohë, dua të them që ne do të kemi sot paradën e parë të bandave, që do të startojë në orën 10. Do të paradojë Orkestra Frymore e qytetit Korçës dhe Orkestra Frymore e qytetit Greqisë, Lutrakit specifikisht. Më pas do të kemi paradën e dytë në orën 7 të pasdites, ku jemi kujdesur që të paradojnë në bulevardi kryesor, në zonat mësore dhe në pazarin vjetër. Duhet të theksoj, do të jenë banda të ndryshme, jo banda të njëjta. E ndërkohë do të kulmojmë në orën 20:00 për një koncert madh, ku do të performojnë 3 bandat e para, që do të jetë Orkestra Frymore e Korçës, më pas Orkestra Frymore e Forcave të Armatosura të Shqipërisë, Orkestra Frymore e Città di Castigno nga Italia. Pse në Korçë është shumë e thjeshtë, sepse ju e dini që nga Korça kanë filluar bandat e para, si banda Iliria dhe banda Vatra, që kanë qenë frymëzim për gjithë Shqipërinë. Pra do të themi që ka nisur nga Korça dhe duhet patjetër të mbahet akoma fort. Këto festivale në fakt nuk janë thjesht një manifestim kulturor, por janë shumë të rëndësishme për shkak të historisë që mban qyteti i Korçës, por dhe historisë të gjithë Shqipërisë, të traditës së bandave. E kuptoj. Sa formacione vinë si numër? Se ti më rendite që vetëm pas pak minutash, rreth 60 minuta më vonë, do të nisë paradimi i formacioneve të para muzikore, qoftë i bandës së qytetit Lutrakit nga Greqia, qoftë dhe i bandës së qytetit Korçës, që është qyteti mikpritës i kësaj ngjarje. Sa është numri i formacioneve muzikore? 6. Do të kemi nesër bandën kombëtare, Big Band të Maqedonisë Veriut, do të kemi bandën nga Malizi, nga Kotori dhe siç e përmenda, do të jetë dhe banda e Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Do të kemi 6 banda të ftuara. E kuptoj. Blerta, ndërkohë kjo është risi për qytetin e Korçës në pikpamjen e organizimit të një festivali, pra kalimin e një edicioni që i bën bashk disa formacione muzikore nga vendet ballkanike, edhe vendet Bashkimit Evropian, siç është Greqia. I sati edicion është ky që organizohet festivali? Ky është edicioni i dytë. I dytë. Kështu që jeni ende në hapat e parë. Ne kemi nisur vitin që kaloi si një eksperiment që do të funksiononte, por ishte një ngjarje shumë e veçantë dhe duhet të vazhdojë të mbahet kjo traditë, sepse përtej në fakt, për të qenë sinqert, përtej thuash bashkimit kulturave apo ajo çka sjell për turizmin në Korçë, ky festival është i rëndësishëm edhe për një arsye tjetër, sepse ju e dini që Shqipëria në këtë moment që ne flasim ka një problem serioz me instrumentat e frymës, sepse janë instrumenta specifike, janë instrumenta të cilat po fillojnë drejt zhdukjes, jo vetëm në Korçë, por në gjithë Shqipërinë, në gjithë qytetet e Shqipërisë, dhe ne duhet që me këtë festival të stimulojmë instrumentat e frymës, të cilat janë shumë të rëndësishme. Duhet, si thuash, të nxisim ata të cilët do të merren me këtë. Jo vetëm Korça, por dhe artet në Tiranë, universiteti, ku ne kemi një takim, ajo çka dua të them, po mbase mund ta lë më vonë, është që ne kemi bashkëpunim me pedagogët akademisë së arteve, të cilët do të mbajnë në Korçë për 2 ditë radhazi workshope, cilat do të shërbejnë për të nxitur artisterinë dhe për të sjellë një eksperiencë dhe për të bërë shumë profesional dhe për të nxitur sidomos licet në gjithë qytetet. Ne ju e dini që Korça ka një shkollë artistike, gjimnaz, i cili ne shpresojmë do t'i stimulojë brezat e rinj që të ndjekin këto instrumenta dhe të shkojnë në Universitetin e Arteve, si thua, të kthehen në qytet për të vazhduar këtë traditë.
të mirë. Patjetër. Është sfiduese për çdo qytet, sidomos kur vjen puna tek muzika dhe tek vazhdimësia e traditës së instrumentave muzikore frymorë, siç ti përmendë pak më herët, është sfiduese për shkak të kohëve që ne jetojmë, të ndikimeve që kanë të rinj, të interesave që ata shohin. Por mbase besoj lindin shumë iniciativa dhe shumë detyrime ndaj institucioneve arsimore dhe shtetërore që të mund t'i favorizojnë dhe stimulojnë më shumë, siç ti the pak më herët, që të rinj të përzihen që në moshë të hershme të shkojnë drejt instrumentave frymor. Se nuk mund të nisë krejt papritur. Një fëmijë, vajzë ose djalë që është rritur pa instrumentin frymor, nuk mund të pretendosh që ai të shkojë në vitin e parë të një liceu në një qytet caktuar. Kur duhet nisë pra ky stimulim? Nëse në vitin e parë ne kemi pasur pedagog nga artet, këtë vit kemi stimuluar dhe artist nga bota, janë 4 profesorë, cilët ne kemi ftuar në Korçë për të zhvilluar workshopet, dhe kemi bërë ftesë të hapur jo vetëm për instrumentistët korçarë, por dhe instrumentistët e tjerë për qenë pjesë e këtyre përvojave dhe eksperiencave shumë të mira. E kuptoj. Ndërkohë, Blerta, është shumë bukur parada që ju do të bëni me organizimin e këtyre formacioneve muzikore në qytetin e Korçës, se besoj do të zgjoni dhe ngacmoni pak interesin, dëshirën dhe ëndrat e atyre fëmijëve apo të rinjve, cilët mbase kanë dëshirë ta ndryshojnë rrjedhën e jetës së tyre duke hyrë në botën e bukur të muzikës. Kështu që shumë mirë dhe ju përgëzoj për këtë festival që organizoni. Sa antar ka një formacion muzikor, një band muzikore? Në fakt kjo nuk ka një numër specifik, por ne kemi ftuar dhe kemi pjesë bandave që janë me 40 antar, me 30 antar, me 25 antar të bandët të organizimit tonë. Kështu që besoj që do të jetë një pjesëmarrje shumë e mirë, jemi kujdesur që dhe muzika e tyre të sjellë dhe kulturën nga ata vinë, pra si thua kemi një ballafaqim dhe ngjyra të muzikës nga ata vinë. Shpresoj që do të jetë një edicion i mirë jo vetëm për kulturën, por dhe për turizmin në Korçë, sepse ju e dini që Bashkia e qytetit të Korçës, por dhe Qendra e Artit, ka filluar që 18 vite më përpara për të eksperimentuar me turizmin kulturor. Blerta, prandaj ta bëra këtë pyetje. Prandaj ta bëra këtë pyetje sa antar kanë formacionet muzikore, se sa më shumë të kenë ata dhe sa më shumë të vinë në Korçë apo në qytete të ndryshme të Shqipërisë, për te organizimit të festivalit ndërkombëtar, që është një gjë shumë e bukur, ata pasurojnë dhe jetën turistike të qytetit, se pas tyre jahona e qytetit apo Shqipërisë turistike do të shkojë dhe tek të tjerët miq të tyre, kështu që val pas vale mbase shtohet numri i turistëve. Sigurisht, dhe Korça në fakt përveç traditës kulturës që ajo ka, shkak të vendit që është dhe një atraksion shumë i mirë i zonave përreth që ka. Ne kemi Dardhën, kemi Bobështicën, kemi Voskopojën. Pra, ata që vinë të festival kanë çfarë shohin, ne kemi me çfarë duhet të tregojmë. Kështu që besoj që Korça është një vend i cili ofron shumë për turizmin kulturor dhe jo vetëm. Është shumë dimensionale Korça, ka brenda historinë, trashëgimin, kulturën, gjithashtu historinë që disolli pikërisht të bandave dhe formacioneve muzikore, një qytet për të krenuar, pa diskutim, me një qytet me tradita të jashtëzakonshme që krenon Shqipërinë kudo ku është, në skenat lokale, kombëtare dhe jo vetëm dhe ndërkombëtare gjithashtu. Kur bëhet fjalë për një festival, besoj ka çmime. Cilat janë kriteret mbi bazën e cilave do të vlerësohet banda më e mirë apo formacioni më i mirë muzikor? Që publiku ta ditë pak për çfarë kompleksiteti vlerësimi bëhet fjalë. Sigurisht. Ne në fakt jemi kujdesur të kemi një juri jo vetëm nga Shqipëria, por një juri dhe nga vendet tjera. Do të kemi një antar juri i cili është nga Maqedonia e Veriut, do të kemi një antar juri i cili është nga Italia dhe një nga Shqipëria. Pra jemi përpjekur që dhe juria të jetë e ndërkombëtarizuar, jo vetëm shqiptare. E kuptoj. Cilat mund të jenë kriteret kryesore? Stimulojnë cilësinë artistike. Edhe çmimet e stimulojnë cilësinë artistike. E kuptoj. Ndërkohë, Blerta, dua të di pak, dalja e formacioneve muzikore në rrugët e qytetit është gjithmonë një ngjarje e bukur lokale. Të paktën i referohem historisë dhe traditës që Korça ka patur në raport me daljen e bandave muzikore në qytet. Nuk e di cilat janë ditët kur bandat muzikore të qytetit duhet të dalin në shesh për publikun. Kur janë festat kombëtare, festat lokale të qytetit? Jo vetëm. Jo vetëm. Sepse dihet që banda është ajo e cila na përfaqëson në data të shkëlqyer historike, në ceremoni zyrtare, por ne dim që në Korçë është një zonë që ne kemi bashtën që quhet Bashta Themistokli Gërmenji. E kuptoj. Bandat e tjera kanë performuar çdo fundjavë
që fundjavët ata i kanë pasur në motë, nuk është se kemi shpikur ne, kështu që duhet të them, dini në një zonë të qytetit që unë e përmenda pakun përpara dhe luanin kryeqytetar. E kuptoj. Si serenatën në Korçare, ashtu dhe tingujt e veglave frymore. Pra, krijonin, si të thash, mini spektakle dhe dilin çdo fundjavë në një bash, si quhet Bashkë e Mesë Grimit, ka qenë traditë, dhe luanin për njerëzit që bënin xhiro në bulevardin Korçës, në bulevardin qendror. Dhe kështu krijohet harmonia. Dhe kështu krijohet harmonia e publikut që e quan pjesë të qëndësishme të jetës së tij kulturore, artistike, pse jo, por pjesën e tij të jetës së përditshme, të pasuruar me pak muzikë nga formacionet muzikore. Kështu kultivohen dhe të rinj dhe të vegjëlit. Sigurisht. Kështu që ne duhet t'i rikthehemi atyre traditave, cilat si thua janë identiteti i një qyteti apo i një shteti. E kuptoj. Kisha dje në studio Gzim Ali Mehmetin, i cili fliste në emër të ansamblit kombëtar të Tiranës, por dhe një organizimi që po bëhet në qytetin e Tiranës në Parkun e Madh të Liçenit me festivalin ndërkombëtar të ansambleve, dhe kur e pyeta çfarë vlerësonte ai më shumë nga ansamblet lokale, por dhe në nivel kombëtar të Shqipërisë, duke patur parasysh pasurinë e jashtëzakonshme që ne kemi me traditat në veri, në jug, në perëndim, në lindje të Shqipërisë, më tha që ansambli Skënderbeu i Korçës është një nga më të mirët që ai vlerëson, që aktualisht ndodhet në Paris. Është vërtet që ansambli Skënderbeu është një ansambël me një traditë jashtëzakonshme, ai ka në formacion vetë këngëtar, ka në formacion vetë instrumentist dhe këngëtar. Për fatin tonë të mirë, këtu në Korçë ka akoma profesionistë të mirë, cilët merren me këtë ansambël dhe ai vazhdon të mbahet fort. Është një ansambël me 55 vite histori, një ansambël që ka nxjerrë breza dhe si thua instrumentistë apo këngëtar, sot janë një nga zërat më të mirë të muzikës popullore shqiptare dhe kombëtare dhe ndërkombëtare, siç është Eli Fara apo të tjerë që kanë dalë në ky ansambël. Ansambli në fakt ka pasur një ftesë për të shkuar në Francë si një bashkëpunim dhe një binjakëzim i bashkive të Shamberisë dhe të Korçës. Ndërkohë në festivalin që ne kemi qenë pjesë, kanë marrë pjesë më shumë se 25 shtete nga gjithë bota, dhe është shumë krenari për Korçën dhe për Shqipërinë të prezantohet me ansambli Skënderbeu dhe me një, si thua, me një muzikë, me një repertor të muzikës popullore shumë të veçantë dhe të veçantë. Unë kam qenë atje në pranishme dhe ka qenë një pritje e jashtëzakonshme, ka qenë një emocion i bukur, ka qenë një krenari dhe ajo që ishte shumë e veçantë ishte që përveç se ata të cilët nuk e njohin folklorin shqiptar, si thua, ishin shumë të, si thua, impresionuar nga muzika jo, nga hapat e valleve tona dhe nga shumë shqiptar që aty jetojnë dhe që morën një emocion shumë të madh. E kuptoj. Blerta, ti kthejmë tani festivalit të bandave muzikore në qytetin e Korçës. Si the për 2 net, ato për 2 ditë do të paradojnë në rrugët e qytetit të Korçës, duke sigurisht duke shuar kërshërinë e shumë qytetarëve korçar që janë mësuar me këto informacionesh, por dhe të turistëve që mund të ndodhen aty për shkak të zgjedhjeve që kanë bërë për fundjavat në qytetin e Korçës. Nuk e di cili është do të jetë repertori muzikor që do të sjellë informacionet, qoftë nga Malizi, qoftë nga Greqia, qoftë ai i Korçës, qoftë nga Maqedonia e Veriut. Do të jenë materiale cilat kanë në qendër të tyre muzikën e tyre të vendeve nga vijnë. Ndërsa ajo që është e veçanta është që Korça këtë vit, është një risi, Korça nuk do të ketë atë muzikë që ka performuar dhe vitin që kaloi, por do të kemi një eksperiment dhe me serenatat korçare. E kuptoj. Janë aranzhuar disa serenata për të sjellë në formacionin e bandave që do të tingëllojnë në një formë krejt tjetër. E kuptoj. Blerta, duke qenë drejtoreshe një qendre kulturore që mban emrin e madh të Vangjushmios, pa diskutim që është një detyrë dhe një punë që ka sfidat konsiderueshme përpara, siç është rasti i organizimit të një festivali të tillë ndërkombëtar, pse jo, edhe pse janë vende ballkanike që marrin pjesë kryesisht, përfshirë dhe Greqinë, vend ballkanik, por dhe antar i Bashkimit Evropian. Cilat janë sfidat kryesore për menaxhimin, drejtimin e një qendre kulturore, e cila duhet jetë e vëmendshme të përmbushë vetëm misionin e saj, por të sigurojë pikërisht këtë kalendar të pasur për publikun lokal të qytetit Korçës? Në fakt, ashtu si ju e thatë shumë mirë, Korça është një përgjegjësi shumë e madhe. Por ajo që e bën të lehtë, në fakt, nuk është ekipi i mirë që punon. Nuk është ajo që unë kam marrë nga një ish drejtues këtu. Me thënë drejtën, publiku korçar ta imponon cilësinë.
Ka imponon që ti jesh i detyruar të punosh më shumë. Unë e them gjithmonë që ne bëjmë shumë evente në vit. Ne bëjmë shumë festivale, siç është Festa e Birës, siç është Karnevalet e Korçës. Një festivali që lanë një javë pas, që ishte një edicion i jashtëzakonshëm. Është përgjegjësi, është detyrë. Mua më duket sikur ne e kemi shumë të lehtë, sepse çdo që vjen si trashëgim, ne nuk fillojmë tu si thua, unë jam drejtuesi i ri dhe filloj nga fillimi. Çdo gjë ka një të shkuar, ka një mision për të mbajtur dhe për të çuar më tutje. Për të çuar më tutje. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë, pra nuk është fjalia viti zero. Më pëlqen kjo gjë, nuk është fjalia viti zero, tani që erdha unë fillon historia. Jo. Absolutisht, ne sillim pasin gjithë të re. Ne kemi detyrë të mbajmë atë që kemi gjetur, që kanë bërë shumë mirë ata që kanë qenë para nesh, sfida dhe për të qenë më mirë duhet ta çojmë më përpara, por Korça e ka ndërtuar kulturën e vet. Domethënë si thua, është shumë e konsoliduar. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Po Korça është pjellore. Korça është pjellore në gjithë kontributin që ka dhënë traditat, historinë, kulturën shqiptare. Sigurisht. Edhe të duam ne të gabojmë apo të eksperimentojmë apo për ta thënë më shumë më thjesht, të bëjmë gjëra që nisin nga ne, publiku, qytetaria korçare nuk e fal. Pra ne kemi një kritik shumë të rëndësishëm. Kemi akoma një publik shumë të mirë. E kuptoj. Publik kritik, po keni dhe përgjegjësinë e detyrës që mbani sigurisht, që ju bën të mendoni edhe për të shkuarën. Duke menduar të shkuarën, duke ecur përpara. Në fakt është një frym me të. Janë njerëz që punojnë me shumë përgjegjësi, është Bashkia e Qytetit që investon vazhdimisht për kulturën, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Ne mund të kemi shumë ëndra, por këto duan mbështetje. E kjo është një gjë që shkon në zinxhir, e dashur. Kështu që duke qenë gjithë bashkë, gjërat bëhen shumë mirë. E kuptoj. Nuk e di cili do të jetë kalendari i qendrës kulturore Vangjushmio gjatë shtatorit dhe në sezonin e ri që vjen, se sigurisht gushti është një muaj që të gjithë përpiqen të marrin pak kohë pushimi për të reflektuar, për të shlodhur, për të ndërtuar pritje për të ardhmen. Korça nuk ka pushim sepse në gusht ne kemi festivalin e birës. E kuptoj. Keni ngjarje të tjera që organizoni. Për turizmin. E kuptoj. Ndërkohë më pas ne kemi festivalin e komedisë. Kokofest, për 10 ditë do të mbahet në Korçë. Ndërkohë në datën 17, 18, 19 ne startojmë me festivalin e Serenatës korçare, që është një festival 3 ditor i jashtëzakonshëm. Një ngjarje kulmore për Korçën. Sigurisht, Serenata korçare është kulmi, sepse ka të bëjë me një zhanër shumë të veçantë si Serenata, një traditë jone e jashtëzakonshme. Kështu që nuk kemi pushime. E kuptoj. Dhe më vjen mirë që e dëgjoj këtë gjë, dhe pse sigurisht do doja që dhe ju të shlodheshit dhe të merrnit kohën tuaj të qetësisë dhe të reflektimit. Mirë, Blerta, unë falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ju uroj suksese duke nisur pas këtyre 45 minutave në vazhdim kur do të nisë me festivalin e bandave muzikore në qytetin e Korçës dhe me të gjithë kalendarin e ngjarjeve kulturore. Dhe besoj duke patur këtë kalendar kaq të pasur, mbase do të takohemi herë të tjera përpara se të mbyllet ky sezon televiziv në Mirëmëngjes Shqipëri. Ju pres në Korçë. Patjetër, faleminderit shumë dhe unë i ftoj të gjithë të shkojnë në Korçë drejt kësaj fundjave për të ndjekur festivalin e bandave frymore të qytetit dhe gjithashtu dhe të qyteteve të tjera që vinë nga shtetet ballkanike për të marrë një tjetër nuancë të kësaj vere të nxehtë që freskohet nga tingujt e muzikës. Punë të mbar, Blerta, faleminderit. Faleminderit shumë për hapësirën. Faleminderit shumë.